Mendum se do ishte një protest si gjithë tjerat, ku dalen ata qytetarët aktiv të Tiranës, po përmend vetëm disa nga rastet më flagrante të kërcënimeve që janë bërë ato grup nga Genti, pa përmend emra sepse ju ta kanë vetë aktivistëve nëse dëshirojnë t'i bëjnë publike këto raste, ama në një nga këto raste kam qenë e përfshirë dhe vetë. Fillimisht Genti kërcënoi një nga aktivistët tanë që bëri një deklaratë që protesta do bëje bukur, do rrinim natën, do lexonim poezi. Kjo është shqetësoi Gentin, i cili e kërcënoi atë. Më pas kërcënoi dy aktivistë të tjerë që kishin dorëzuar në KQZ një kërkesë për marrje firmash. Këtë Genti e konsideroi marrje protagonizmi dhe bëri dhe një postim publik që kudo t'i shikonim njerëzit, kudo që t'i shikonin këta persona, t'i hidhin në kosh, dhe në mbledhjen që u organizu për këtë çështje dhe çështje të tjera, unë mbajta qëndrimin që kjo gjuhë është e papranueshme.